Mirë, jemi rikthyer sërish në studio dashur miq. Tham edhe dita e sotme do të dedikohet muzikës popullore. Keni patur kënaqësinë të ndiqni mjeshtrin e muzikës popullore një ndërta të madhin Petrit Lulo në bashkëpunim me këngëtarin e Kosovës Farie Zogaj. Një kom, një flamur thon ata. Megjithatë ne do të rikthehemi sërish në transmetimin tonë të drejt për të folur këtë herë për një tjetër formë arti, siç është fotografia. Por këtë herë do të flasim për fotografinë e Mirfield në të gjithë kuadrin e saj profesional, një foto e cila ndër vite shqiptarët kanë treguar që ka patur fotograf dhe mjeshtra të Mirfield të saj, por sot si ka ndryshuar koncepti i fotografisë? A ka ndryshuar në fundit dhe a është futur teknologjia si një pjesë e cila ka ndihmuar apo ka përkeqësuar edhe ka bërë edhe fotografinë të jetë komerciale dhe e shpejtë? A e printojmë ne më fotografinë dhe a preferojmë ta kemi pjesë të arkivave tona familjare ashtu sikurse dikur ka qenë? Unë kam nderin dhe kënaqësinë që në këtë studio të jem me dy specialistë pikërisht të kësaj fushë, mjeshtra, të cilët sigurisht i dedikojnë punën edhe kohën fotografisë. Me të parin zotin Adem Rejli, përshëndetje, mirë se vjen, kënaqësi që jeni këtu. Përshëndetje ju dhe gjithë teleshikuesve. Kënaqësi që jeni sot këtu, ashtu sikurse edhe zoti Doriani, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjeta, është kënaqësi që marr pjesë në studion tuaj. Dhe me që më jepet rasti, përshëndes ju dhe të gjithë ata që dashurojnë dhe duan fotografinë dhe artin e fotografisë. Dhe e duan fotografinë sot, meqense e nisëm kështu këtë bisedë, a e duan fotografinë sot të vërtetë, atë të letrës, të konkrete? Praktikisht, unë do të thosha që e pëlqejnë shumë, por nuk po e duan shumë në letër. Kjo është një faj që bëjnë njerëzit ka shi vetes, ka shi familjes, ka shi shoqërisë, ka shi arkivit familjeve të veta. Dhe kjo është një problem që vjen nga teknologjia, apo çfarë? Unë do të mendoja që ky problem vjen në rreth parë nga teknologjia. Sot kemi më shumë njerëz që duan fotografinë, janë bërë pothuajse gjysmë profesionistë, ose që pothuajse gjithë ditën, natyrisht me ardhen e teknologjisë së re, siç janë celularët, aparatet digjitale, konsumi pothuajse është zero dhe njerëzit fotografojnë, prishin, rifotografojnë, korrigjojnë defektet, bëjnë gjëra shumë të bukura, njëkohësisht kanë filluar lozet me Photoshopin, por që nuk e printojnë atë. Dhe ky është një tjetër çështje e cila vlen për të diskutuar. Në fakt fotografia është një dëshmi e kohës edhe një arkiv i mrekullueshëm që çdo njëri nga ne lë për brez atë të ardhmen. Sot, sa shpesh vinë edhe e kërkojnë këtë formë edhe në studion tuaj? Të printuar, pse jo, një foto artistike që mund të kërkojnë edhe mendimin tuaj, apo janë sot selfie edhe fotot me celular që mbizotërojnë gjerësisht? Ajo që unë desha të theksoj sot për momentit, printimi i fotografive ka qenë para një vit e gjys, ka qenë në kotat minimale të printimit të fotografisë. Tani ka filluar që të ngrihet pak numri i printerëve, sepse njerëzit e kuptojnë se sa gabim dhe çfarë faji madh është kur e ruajmë fotografinë vetëm në kompjuter në formën digjitale. Konkretisht, po të marrim kompjuterët personal që kemi ne në shtëpi, në punë, një tjetër, vite përpara kishte shansin për me lexuar floppy diskun. Sot laptopët, iPad-et që janë bërë nuk kanë shansin me lexuar më as USB-n. Pra në këtë kuadër, njerëzit nuk kanë mundësi më për të ruajtur, për të pa ato imazhe ku i kanë ruajtur. Kjo është një anë. Ana tjetër është kur unë ruaj diçka në kompjuter. A e din fëmijët e mi se ku e kam ruajtur në çforme, në çerdasje një tjetër, kështu që në këtë kuadër. Dhe rasti më i keq është një kresh i kompjuterit në të cilën ty mund të humbi çdo foto e mundshme dhe kemi jo pak raste që ne i diskutojmë edhe në përditshmërinë tonë të eventeve më të rëndësishme të jetës, ka persona të cilët kanë humbur gjithë fotot e ceremonisë së dasmës, lindjes së fëmijës së tyre, edhe ky është një tjetër problem. Ne zakonisht e ngrem të problem dhe shpesher dukemi sikur në momentet që ne fillojmë këshillojmë klientët, duke qenë se jemi të lidhur drejt për zdeti me këtë biznes, duket sikur ne po i orientojmë atyre drejt një përfitimi dhe jo drejt një sugjerimi. Ndodh shpesh që natyrisht sasia e fotove, tash edhe një herë, që shkrepen në ditë është shumë e madhe. Por fotografia është histori, përveç se është art. Dhe nëpërmjet fotografisë secili nga ne pasqyron në fotografi
dhe ruan në fotografi ato pjesë që ngelen të pavdekshme, sepse njeriu natyrisht jeta ecën, njeriu ndryshon, por fotografia le gjurmë. Dhe këto gjurmë ruhen nëpërmjet fotografisë. Ne nuk këshillojmë që fotografitë të stampohen të gjitha ato që njerëzit fotografojnë, sepse në qoftë se dikur, në momentin që ekziston dhe filmi, përveç se numri pozave që mund shkepshe ishte 36 maksimumi dhe jo më shumë, plus i kishte kosto. Dhe shtonte kuriozitetin, por nuk bënte dot korrigjimin. Dhe njerëzit ishin detyruar që ato 36 poza që shkrepnin, ndërto 20 mund të ishin të mira, pjesa tjetër, natyrisht për defektet e aparatit e klientit nuk ishin ato që duheshin, ishte detyruar të stamponte. Por ne mendojmë, ideja është që jo për biznesin, po për historinë e çdo familje. Sot ekzistojnë, teknologjia ka arritur e tillë që albumet digjitale, albumet fotografike në formë digjitale, në formë printimi, ku njerëzit optojnë marrin pjesa nga jeta e tyre e përditshme, nga jeta, qofse dikujt i lind një fëmijë dhe janë 12 muaj që fëmija arritet, dhe të ketë 12 fotografi të futura në një album, jo më shumë. Pra, në muaj mund të printoj 10 deri në 15 fotografi. Çmimi i fotografisë nuk ka ndryshuar pavarësisht se teknologjia digjitale, investimet që janë bërë në fushën e fotografisë kanë qenë më të mëdha. Vin njerëz tek ne dhe ankohen, thotë, më shprishur hard disku, e kisha në laptop, më humbi celulari, më është prishur karta, ka marrë virus, si mund t'i regjenerohet? Është e pamundur, në këtë rast është e pamundur. Kishit diçka për të shtuar në këtë sens? Po shifshim në monitor disa fotografi të vjetra të bome shumë vite përpara me teknologji jo se kjo, por që në fundit ajo teknologji kalon disa kujtime që janë të paharrueshme. Qoftë në kuadrin e historisë një familje, siç është kjo, qoftë edhe kjo tjetra për qytetin e Durrësit. Kjo fotografi është e bëme nga profesionistët një film, kurse ajo fotografia tjetër ishte e bëme ndoshta edhe nga një amator. Dhe amatorët kanë lënë edhe kjo gjithashtu është një fotografi e bëme nga amatorët dhe kanë lënë kujtime shumë të mira. Po kam idenë edhe procesi i bërjes së fotografisë ka qenë shumë interesant, a? Jo, procesi i bërjes ka qenë më tepër punë manuale dhe pak më javashët, më ngadalë se sa ç'është sot. Sot me teknologjinë, mundësia e transferimit të imazhit, qoftë nga një pajisje elektronike, qoftë për ta printuar edhe në letër, për të është shumë e shpejtë. Këto nuk mungojnë. Momentalisht mungoh vetëm puna jonë e keqe, e shërbimit fotografik, mendoj jonë, si merrem edhe me këtë fushë, që kemi folë pak. Do të folim shumë më tepër për këtë punë, për të bind të rit që janë shumë të apasionuar mas teknologjisë, që njëkohësisht me teknologjinë e re duhet mendojnë që të përfitojnë sa më shumë nga ajo çfarë duhet me rujt për veten e vet, për familjen, qoftë edhe ato që merren me biznesin. Po të shofish arkivat e vjetra, kanë fotografi shumë vite përpara, gjatë cilën mund ta ketë edhe një familje, mund ta ketë edhe një institucion. Me teknologjinë e re, moshat e jona nuk janë shumë të updateume me këtë lloj teknologjie dhe me rujtjen e imazhit. Pra ajo çka kërkojnë prindët, paktën nga përvojat që kemi që vinë aty, është thonë shqyr që na printoi çullin dy fotografi herëse. Nuk po shohim fotografi me sy. Në vërtetë. Pra në këtë kuadër duhet patjetër që të printohen fotografi deri në atë mas sa duhet me bëj. Sigurisht, jo abuzimit, nuk pretendojmë për lloj abuzimi, por që sot mundësia për fiksimin e imazheve është jashtëzakonisht e madhe. Dhe mundësia, siç e tha dhe zoti Jano, është shumë e madhe për të reduktuar, për të zgjedhur atë që do. Për me bë korrigjimet e mundshme dhe për me majt më të mirën. Për sa i përket nga ana e kostos, për qofse vite përpara, një familje mesatarisht bëjte 5 filma dhe bashkë me blerjen e filmit, me printimit shkojte 7.500 lekë për gjithë vitin, të pagume me 5 kiste. Sot mund zgjedhë njerëzit shumë fotografi me kosto shumë më të vogël në raport me rrogat që janë sot dhe që kanë qenë dje, dhe me raport me zgjedhjen e fotografive,
konsumojnë shumë më pak parë dhe kanë një arkiv shumë më të mirë se sa çka që janë përpara. Çka që më përpara. Pra duhet pak kujdes. Unë do të shtoja këtu nga eksperienca që kam, në punën që kam bërë, pavarësisht se kam të digja shërbim fotografik dhe kam përfaqësuar Kodakur në Shqipëri, e marrë me tregtimin e produkteve dhe jam merre me tregtimin e produkteve fotografike, kanë qenë disa statistika që vendet e zhvilluara, si Europa, Amerika, e gjithë vendet e perëndimore, e kishin afërsisht $1 për frym që njerëzit shpenzonin, $1 për frym për fotografinë në vit. Ndërkohë, që në Shqipëri, rreth viteve 95-96, u arrit që Shqipëria kishte një dëshirë dhe një pasion shumë të madh për fotografinë dhe arriti të kishte afërsisht një konsum prej $0.75 për frym. Dhe kjo shumë shpejt në vitet kur filloi të shtohej rrjeti i shërbimit fotografik në Shqipëri, pasioni për të printuar dhe për të pasur, për të shpenzuar për produktet fotografike arriti afërsisht me vendet perëndimore. Pra pavarësisht standardeve të jetesës, pasion dhe dashuri, dëshirë për të pasur dhe për të printuar fotografi ishte gati e barabartë me vendet perëndimore. Sot, natyrisht, ne shikojmë që niveli i printimit fotografive ka rënë dhe ne këtë ngrejmë si çështje të parë që njerëzit duhet të shkojnë, duhet të printojnë ato foto që përbëjnë historinë e familjes së tyre. Por, ta krijon një fond, duhet krijuar ky fond i rëndësishëm. Nuk është thjesht konsumi i momentit edhe kaq. Çfarë fenomeni ndodh sot? Shikojmë familjet që janë mbi 50 vjeç e lartë, vinë dhe sjellin të gjithë arkivin e tyre të fotografive të vjetra, bëjnë rreshtimin, madje shkruajnë nga mbrapa fotove dhe vitet kur i kanë bërë këto fotografi dhe kërkojnë të krijojnë albume fotografike. Janë shumë të pasionuar për të dokumentuar arkivin e jetës së tyre, gjë që nuk ndodh këtë të rinj. E vërtet dhe kjo është një gjë për të ardhur keq. Megjithatë, në këtë aspekt është ulur sot cilësia e fotografisë? Si e shihni? Mendoj se jo. Është rrit cilësia. Është rrit. Cilësia është rrit. E them këtë sepse duke patur të gjithë një telefon në dorë apo duke patur të gjithë një aparat sot, të gjithë pretendojmë që kemi fotograf dhe kjo çështja e të qenit fotograf sot është bërë si çështja e këngëtarëve në Shqipëri, që 1 në 3 persona është ose fotograf ose këngëtar. Të mahnit ndonjëherë cilësia të cilët fotografojnë amatorët dhe ka shumë të pasionuar, biles duan ta pasqyrojnë atë që kanë bërë. Është një kënaqësi, shikon sepse është ajo që thash, teknologjia ka bërë që të korrigjojë defektin. Se problemi është në aspekti profesional, se si bëhet fotografia si në punë të rinjve. Ata shkrepin fotografinë dhe pastaj e çojnë tek profesionisti për ta pasqyruar në letër. Sot kemi disa lloj printimesh. Kemi printime familjare që janë disa printerat vegjël që një personat mund të janë me kosto të lartë, janë kosto shumë të lartë se dyqani fotografik, kurse dyqani fotografik që ka ruajtur teknologjia ka për të vetën fotografia high definition. Pavarësisht se baza e fotografisë është një proces i cili nëpërmjet letrës do të kaloj ato proceset e veta që janë të interesuar për publikun, por që përbëjnë profesionalizmin që fotografia të arrijë cilësinë e saj. Por digitalizimi, ekranizimi, makineriet tona sot janë me ekrane të cilat ti korrigjimin e shikon direkt me sy, atë imazh që ti do të përfitosh. Nuk mund të bësh gafa që si dikur që e merrshe, e ekspozoje fotografinë, pastaj kaloje në për ato vaskat paçinjerat që i thonim ne, dhe në fund shikoje që nuk ka kontrastin e duhur, nuk ka dritën e duhur. Edhe kjo sot është përmirësuar, zoti Reli? Teknologjia ka zgjidhur shumë gjëra. Dhe në fushën e këngëtarëve, që thatë ju, që janë me shumicë, të fotografëve që janë me shumicë, unë mendoj që secili prej nesh ka të drejtën e vetë për me bë diçka. Të interpretoj ashtu siç e mendon vetë. Për sa i përket anës profesionale, dhe frutat duan një kohë që të piqet. E vërtet. Edhe fotografët duan një kohë që të piqet. Kjo nuk do të thotë që vite përpara ne duhet të ndryshim 5 deri në 7 vjet për me marrë shkallën e lartë të kualifikimit. Sot mundësia është shumë më e mirë dhe ka informacion shumë më tepër, teknologjia të ndihmon.
Dhe nuk duhet të presim, të pretendojmë ne që për të presim dhe ato që punojnë me ne, apo të tjerë që nuk punojnë me ne, që merren me këtë punë, të mos i vlerësojmë. Unë mendoj se ato duhen vlerësuar dhe pasqyrojnë në vetvete një punë që është me mentalitetin e triut. Dhe këtë ne duhet ta përkrahim. Por njëkohësisht edhe trit duhet mendojnë, jo vetëm atë që duhen me bë vetë për momentin, po të mendojnë edhe se çfarë duhet lejmë për të tjerët në kuadrin e familjes. Për sa i përket anës profesionale që fotografojnë në për aktivitete, në për dasma, ditëlindje, njëra tjetër, kështu, unë mendoj që secili prej tyre bie diçka të re. Pavarësisht i pëlqen apo si pëlqen njërit apo tjetrit, atë çështje shihesh. Por të rit sot të mbështet tek teknologjia bëjnë gjëra shumë të bukura dhe janë për t'i vlerësuar. Ne nuk duhet të metemi në pozicionin atij që unë jam ustaj, unë jam kështu, unë jam ashtu. Vërtet. Është shumë mirë që të rit marrin edhe informacionin tonë. Ndër tjera tek imazhet që u prezantuan para, shohim dhe fotografi të bëra në studio. Gjëra të cila me shumë vështirësi po futet tani. Por i vjen si kulturë. Ka qenë dikur. Por i vjen, po të shohësh prindët tonë, që disa e kemi, disa si kemi, dhe mosha jonë kemi fotografi në studio shumë më tepër se sa rinia e sotme. Kjo nuk është vetëm për fajt të rinisë, është edhe për hatër të teknologjisë e gjitha të gjërat, por ajo që unë do të rekomandojsha, do të ishte mirë që një fotografi familjare, një fotografi me datëlindje, njëra tjetër. Të bëhesh në mund të bëhet në studio dhe janë diçka që shkon në kronologji të jetës. Konkretisht, po të marrësh fëmijët e vegjël, unë do të rekomandojsha njerëzit që të bëjshin fotografi në studio çdo një muaj. Dhe zgjedhin vetëm një fotografi, maksimumi 2. Dhe me atë kosto ka për gjithë vitit se si rritet fëmia. Dhe është një gjë shumë e bukur. Dhe mos mendojnë me shku në një studio dhe të marrin brenda një dite 30-40 fotografi. Fëmia është po në gjendje dhe nuk ka shans që të fotografohet më shpejt. Maksimumi 3 minuta, 4 minuta ka që të merresh me një fëmijë. Pas 4 minutash fëmia lodhet, nuk të kupton, etj. Kjo është një këshill shumë e mirë për brezin e sotshëm, e cila sigurisht duhet të fokusojë këto kujtime. Duke qenë edhe në minutat e fundit një tjetër këshill nga ju zoti Jani doja për brezin e sotshëm. Unë mendoj që siç e thamë në fillim që nga lindja e saj deri më sot fotografia ka patur ato oscilacionet e veta, por kurr nuk ka humbur dhe kur nuk ka për të vdekur. Në momentin e parë që ne dalim, që nga kjo studio mund të themi, gjë e parë që ne shikojmë në rrugë janë posterat. Gjë e dytë janë reklamat. Çdo fotografi, çdo dyqan, qoftë sporti, apo veshjesh, apo parukeritë, gjithë të tjerat me radhë kanë fotografinë. Kështu që fotografia pasqyron, fotografia flet, fotografia bën reklam, fotografia le histori, le gjurmë dhe unë do të këshilloja brezin e ri që të jenë sa më të lidhur me fotografinë, me printimin e saj, jo për komercializëm. Sepse është histori. Por është histori. Të shkarkojnë ato hardisjet, të cilët me thyrën atij syrit lexues, që janë defekte nga problemet e energjisë elektrike, nga amortizimi vetë harddiskut, dhe teknologjia sado që ka avancuar prapë nuk ka arritur për sosmëri. Kështu që të ndajnë, të lirojnë ato arkiva, ato ngarkesës, fotografia ka volum, fotografia është nga 300 dpi e lartë. Kështu që ajo zë volum në kompjuter, zë volum në iPad, zë volum në telefon, e nga dalson punën e tij dhe sigurisht që këta janë procese teknologjike. Të pastroj, të ruaj ato që duhen ruajtur dhe të fshi ato që s'duhen mbajtur. Mendojnë që nuk janë të tyre. Tash kisha edhe diçka tjetër. E fundit se jemi në limitin e kohës për shkuar tek lajmet. Ju lutem. Do të bësh thjerrje siç i bëjmë thjerrje popullatës që printojnë fotografi aq sa duhet për familjen e për gjithë ato gjërat. I bëj thjerrje edhe shtetit që të ndihmojë biznesin në kuadrin e çmimeve. Do të ishte shumë mirë si mas logjikës që me biznesin e vogël të ndiqeshin politika shumë të mira për sa i përket atim fitimit e njëra tjetër, por ama të gjitha produktet në treg duhet shiten me TVSH. Duhet të kenë një
një vlerë, se TVSH-ja është ajo që ne na diferencon nga të tjerët. Është çmimi 20% më lart. Ato bizneset që janë me TVSH dhe të ato që s'janë me TVSH. Premtoj që do të jetë një diskutim i radhës ky, sepse ka çështje të tjera, qoftë të pagesave, qoftë ndihmës së shtetit, qoftë të konkurrencës së padrejtë dhe gjithçka Kjo hyn tjetër. ke konkurenca e padrejtë. Sinqerisht përbën konkurrencë Kjo është tamam konkurencë e padrejtë. Dhe klienti luan me fotograf. Biznes të madh janë shumë pak, mos them me kokra. Mund të jem unë fotoreli. Do të kemi mundësi të diskutojmë këtë çështje, realisht duhet të ikim sepse Departamenti i Informacionit kërkon kohën e vet. Ne do ta keni në dispozicion. Patjetër do të jemi shumë shpejt në studio për të folur për këtë dhe për konkurrencën e pandershme që është një tjetër pikë shumë e rëndësishme edhe tek fotografia. Publicitet ora 9 në Fleshin Informativ.